Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falenderojmë, selamet dhe selavat e qofshin për me të dashin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Në vijim jemi duke folur për adhurimet e zemrës dhe kemi arritur në fund të serisë. Jemi në ligjëratën e parafundit, duke folur për një prej adhurimeve që është kurora besimtarit, njëra prej moraleve të larta. Është njëra nga adhurimet e zemrës që fillet e saj i ka në zemër, si adhurim ndaj Allahut të lartësuar, është fjala për turpin. Pas xhelozisë, tash është radha e turpit. Turpi është njëra prej moraleve që e zbukuron moralin e besimtarit. Është njëra prej virtyteve të larta me të cilat stolicet besimtari në rrugën drejt Allahut dhe në adhurimin e tij të Allahut të lartësuar. Turpi në arabisht quhet el-haya. Madje rënja fjalës nënkupton jetën, që e kundërta asaj është vdekja. Që i bie, ai që nuk ka turp, ai edhe nuk ka jetë. Çfarë është turpi? Çu shpërkuvizohet turpi? Turpi është tërheqja e shpirtit nga diçka dhe heqja dorë prej saj, nga kujdesi se mos qortohet për të. Pra tërheqesh se mos qortohesh për të. Nga diçka tërheqesh, tërheqet shpirti, e ki një zbrapsje nga frika prej qortimit prej saj. Që kjo është turpi. Si manifestohet turpi? Turpi është njëra prej moraleve të cilën Allahu i lartësuar e do. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya. Secila fe ka morale, ndërsa morali i fesë islame është turpi. Morali i fesë islame është turpi. Tash e dini sa moralin dhe sa virtytin e keni mësu me hoxhën Mirësim në serinë e virtytshmërisë. Apo e tani dëgjoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e zgjedh sikur moralin kryesor të fesë islame, pejgamberi jon po thot, është turpi. Për shkak të rëndësisë që e ka turpi në jetën e besimtarit dhe në adhurimin e tij ndaj Allahut të lartësuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka drejtuar një personi dhe i ka thonë inna fike khaslatayni. Ti ke dy cilësi. I do Allahu ato dyja, ato janë el hilmu wal haya. Është maturia dhe turpi. Është maturia dhe turpi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që Allahu i lartësuar është i turpshëm dhe është bujar. Allahu për cilësive të Allahut të lartësuar është që është i turpshëm dhe është bujar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Zoti juaj është i turpshëm dhe bujar. I vjen turp Allahut të lartësuar që durt e ngritura të robët e tij t'i kthej të zbrasta. Mirë po Allahu i lartësuar i pranon lutjet e robëve të tij dhe vendos diçka nga mirësia, të cilën Allahu i lartësuar ka përgatitur për besimtarët. Pra nuk i kthen zbrast, nuk i kthen bosh. I vjen Allahut turp që mi ia kthy lutjet bosh të papërgjigjura robëve të tij. Turpi, a lind dikush me turp apo e përvetson? Mendimi më i saktë është që turpi lind, është si instinkt në natyrën e njerëzit dhe kultivohet ashtu qysh e edukon robi. Ashtu qysh e edukon robi dhe qysh e ushqen veten e tij me virtytet e larta. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij personit që i tregoi që ti ke dy virtyte që të cilat i don, ai e pyeti tha a kum lind me to apo i kam fitu? Thotë jo, ti ke lind me to. I ke lind me to, pra Allahu ti ka jap falas. Prandaj ai që e ka virtytin e turpshit, është i turpshëm, kjo është prej begative të Allahut ndaj tij, po të ka jap një virtyt që të ruan. Turpi është ajo çfarë ty të ruan dhe të mbron nga gjunahet. E nga se ti je i turpshëm, turprohesh mas pari prej Allahut të lartësuar me pa në vende ku ai nuk është i kënaqur, pra mo gjen në vende të ndaluara, në vende të dyshimta, ti e di që Allahu i lartësuar çe, andaj edhe të vjen turp prej Allahut. Pastaj e ke edhe turpin prej njerëzve. Vjen turp prej krijesave. Madje të vjen turp edhe prej vetvetes. Ky është më e larta. Kur je i vetmuar dhe e din që Allahu po të sheh, të vjen turp prej vetvetes me ranë gjunahe. Sikurse te morali, sikurse te adhurimi i zemrës për xhelozin.
që mi xhelozu vetveten me ranë gjëra të ulta, edhe këtu me të ardhur turp që vetes mi aliju me ranë gjunahe të ulta dhe të pista. Allahu i lartësuar na tregon që shejtanin e kemi armik dhe duhet ta marrim për armik dhe jo ta marrim për mik. Ndërkohë që shejtani i mallkuar e ka mashtruar njeriu e parë, Ademin, babën tonë, dhe Havan, dhe i ka nxjerrë nga xheneti. Dhe shejtani i mallkuar vazhdimisht insiston që mu zhvesh njerëzimi nga turpi. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an, thot: "Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Thot: "O njerëz, o bijtë Ademit, mos t'ju mashtroj kurse si shejtani, djalli, ashtu qysh i nxorri prindët e juaj nga xheneti, duke u zhveshur rrobat për t'ju dukur vendet e turshme." Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha lam tastahyi if'al ma shi't." Nëse nuk di vjen turp, nëse s'ke marrë, bëj çfarë të duash. Pra, kufiri mes veprimeve të këqija është turpi. Përderisa e ki turpin, je afër moraleve të larta. Momentin që e hub turpin dhe nuk vjen më marrë prej Allahut të lartësuar, s'vjen marrë më prej krijesave të Allahut, atëherë ti lirohesh në gjunahe. Dhe fillimi i lirimit në gjunahe dhe fillimi i humbjes së turpit është tek njerëzit kur fillojnë mi zhvesh, mi shfaq lakuritësinë e tyre. E këtu ne duhet t'i kultivojmë të kundërtën e zhveshjes, veshjen. Duhet ta nxisim për mbulimin e vendeve të thurshme. A ka vende ku duhet të mbulohemi edhe djem me djem? Po, siç e dini, ku është kufiri i avretit mes meshkujve? Nga kërtiza deri te gjunjët. Edhe kjo është një pjesë ku ne nuk duhet ta zbulojmë. E lemo para dikujt tjetër. Pra, nuk duhet ta zbulojmë mes meshkujve, mes kërtizës dhe gjunjeve. Kjo është ai avreti të cilën ne duhet ta mbulojmë edhe në namaz, edhe jashtë namazit. Po ashtu, pjesë tjera të trupit nuk duhet t'i zbulojmë asgjësi. Kjo tek meshkujt, ndërsa tek femrat, të cilat janë në moshë të rritura, ato janë të obliguara të mbulojnë dhe të vendosin shamijat e tyre, që ta ruajnë trupin e tyre dhe të ruajnë flokët e tyre, nga se gjërë trupi i tyre përveç fytyrës dhe duarve është avret, është pjesë e turpshme. Pastaj mund të pyes dikush, qysh mi realizu na turpin, qysh me qenë na të turpshëm, sikur se të xhelozia, sikur se të sabri, të falëndërimi, të knatësia, të shpresa, të frika, të adhurimet e zemrës, po të turpi, qysh ne duhet të ndjejmë turp, qysh ne duhet me qenë të turpshëm prej Allahut të lartësuar, qysh duhet me na ardhë marrë me një fjalë, qysh duhet me na ardhë marrë prej Allahut të lartësuar. Mas pari, duhet mi pas parasysh sa Allahu i lartësuar neve na ka begatu dhe na begaton vazhdimisht. Pra Allahu i lartësuar neve na ka dhënë jetën, na ka dhënë imanin, të ka jap shëndetin, të ka dhënë shoqëri, të ka dhënë familje. Gjitha këto janë dhurata. Pastaj Allahu i lartësuar, kur ta jep një urdhër, duhesh mi realizu çat urdhën. Sikur se dikush që të bën mirë, edhe ti mi ia kthy me të keqe, kur vjen thotë pse ma ktheve me të keqja, nuk të kombo mirë, vjen marrë dhe ul kryt. Të rëprohesh prej ti. Pse se të ka bo mirë, ti ja ki kthy me të keqe. Ndërkohë Allah të lartësuar i takon shembulli më i lartë. Sa mirë na ka bo. Prej mëngjesit kur jemi zgju, vazhdojmë mos sjell në begatitë e Allahut ndaj nesh. Je zgju dhe ke qenë i sigurt në shtëpinë tënde. Nuk ka kërcënu kërkush derisa ke ardhur në ligjërat. Ke ardhur, shëndosh e mirë. Je i shëndosh në trupin tënd. Ke hëngur ushqim. Ke pi. Gjitha të mirat e Zotit i ki. Tash Allahu i lartësuar vazhdimisht vazhdon me t'jap. Çfarë kërkohet prej teje? Që ti krysh urdhrat dhe ti respektosh ndalesat. Kur shkel në ndalesa, duhet mu të aktivizu turpi. Duhet me të ardhë marrë prej Zotit, se Allahu është ka qe. Dhe Allah thot, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ajo është me juve kudo që gjendeni. Allahu na sheh, Allahu na dëgjon. Kur ne realizojmë turpin, kur ne na aktivizohet në zemër, me na ardhë marrë prej Zotit, atëherë na, nëse bijim në ndonjë gjë, kërkojmë falje. Thojmë astaghfirullah, o Zot falem, rash gabim. Falem, mund sa më kthy apet në rrugën e drejtë. Mbajmë në rrugën e drejtë.
Kur ne e shohim ndonjë pamje të keqe, e ulim shikimin, se e dim se Zoti jo ka na sheh. Kjo është më të ardhmarrë. Kur ne e dim që Allahu i lartësuar ka angazhuar me lajke me ne i shkru fjalët dhe veprat tona, apo të gjithë penesh kemi me lajke që ne i shkruajnë, regjistrojnë veprat. Këta janë ato me lajke rujtës që i shënojnë, regjistrojnë të gjitha fjalët tona. Kur ne kemi këtë fakt, jemi të bindur në këtë fakt, atëherë neve na vjen marrë që me thonë diçka keq, me thonë diçka fjalë të ndyta, me pas shpërgujime, shpifje, fyrje, ofendime, nga se këtë këto na shkruhen në libër. E atë libër ne kena mi lexu në ditën e gjykimit, ka më na jap, në ditën e gjykimit libri i veprave tona. Men amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha. Kush bën vepra të mira, i ka për veten e tij, e kush bën keq, do ta gjej. Kush bën vepra të mira, mithqala dharratin khayran yara. Qoftë sa thërmiat në të mira, kam i pa. Edhe të keq. Nëse bën vepra të këqija, sa thërmiat, sa grimcat e vogla, do t'i gjejmë të shkruar, të regjistruar në libër. Prandaj morali i turpit është çfarë të mbron ty që ti bindesh Allahut të lartësuar dhe të rrish larg vendeve të përzira, vendeve ku Allahu i lartësuar është i hidhur dhe i zemruar për to. Domthon vendeve të ndaluara, qofshin ato virtuale, qofshin ato fizike. Virtuale, webfaqe të ndaluara, rrjete sociale të pahishme, ndërsa fizike vende ku shkelen kufit e Allahut, sikurse koncertet, eventet e tjera ku shkelen kufit e Allahut haptazi. Ne si musliman, ne si të turpshëm duhet të qëndrojmë larg prej atyre vendeve. Dhe xhelozia me turpin janë të lidhura me njëra tjetrën, janë sikur motra në mesveti. Ai që e humb turpin nuk është as xheloz. Ai që humb turpin, ai nuk është xheloz. Ai që është i turpshëm, ai edhe xhelozon. Domethënë, këto janë të lidhura në mesveti. Pastaj çfarë na ndihmon tjetër ta shtojmë turpin si adhurim të zemrës në vetët tona, është ta njohim Allahun e lartësuar. Ta njohim Allahun përmes emrave të tij, të bukur dhe cilësive të tij të larta. Ta njohim se Allahu na mbikëqyr, ta njohim se Allahu na sheh, se Allahu është absolut i patemeta, është i shehit. Allahu i lartësuar vazhdon me na jap begati të gjitha këto me bujarinë e tij. Prandaj kur ti e njeh Allahun e lartësuar, kur e din çfarë Zotit mirë ki, di vjen marrë se qysh sa pak e adhurojmë. Vjen marrë, nuk kënaqesh me veten sa pak bën dhikr, sa pak lexon Kur'an, ndërkohë që Allahu i lartësuar meriton më shumë. Do të thonë turpi ty të shtin me mishtu veprat e mira, se njihesh që pak i ka bën për Zotin. Pak i ka bën për fejen, pak i ka bën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që pejgamberi yt e ka lodh veten e tij, e ka sakrifikuar trupin e tij. Është plagos vetëm që kjo feje mi përcjell të krejt njerëzit dhe atë feje mi përcjell sahabët e pas ardhësit e tyre tek ne në vendet tona. Ata kanë bërë sakrificë, prandaj neve duhet me na ardh marrë se çfarë sakrifica kanë bërë ata e sot pa kujdesshëm që jemi në ndaj fesë. Prandaj duhet të marrim mësim. Tjetër çfarë e kultivon turpin në zemrat tona është leximi i Kuranit me meditim. Të shohim ato vende ku Allahu i lartësuar ka urdhëruar dhe ato ajete i ka përmbyll duke thënë që Allahu ju sheh, Allahu është mbikëqyrës ndaj juve, Allahu ju dëgjon. Allahu ju përcjell, Allahu është i dijshëm për çdo gjë çfarë veproni. Të gjitha ato ajete ti përcjellim në Kur'an, ti shohim se çfarë ka urdhëruar Allahu dhe çfarë ka ndaluar, që të mos i shkelim ato ndalesa dhe të respektojmë ato urdhra. Po ashtu ta kemi parasysh se Allahu i lartësuar na ka thonë i keni me lajket të cilat nuk ndodh që na mi thonë ndonjë shprehje, ndonjë fjalë, vetëm se ato e shënojnë. Të kena parasysh këto se ato çfarë ne themi dhe çfarë ne veprojmë do t'i gjejmë tek Allahu i lartësuar. Thot Allahu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Për çdo fjalë që e thot robi, vetëm se pranë vete e ka një mbikëqyrës që shënon dhe i regjistron të gjitha ato. Çka e humb turpin, nëse ato që e kultivojnë turpin, çka e humb turpin? Sikurse të xhelozia, sikur të gjitha veprat e zemrës tjera. Gjunohat janë ato e shkatrojnë çdo mirësi. Gjunohat, adaptimi me gjunohe e humb turpin. Dikush i vjen marrë një herë kur të zhveshet, kur i hek rrobat. Me kalimin e kohës, 2-3 ditë dhe mësohet, i do këtë njësoj.
Prandaj ai që nuk i friksohet Allahut dhe nuk ka turp prej Allahut, del edhe lakuriç, edhe nuk e ka dert. Ndërkohë ai që i vjen marrë prej Allahut të lartësuar, turprohet edhe prej vetes së tij, mbulohet edhe prej vetes së tij, mbulohet që edhe me lajket mos mi pa të zhveshur. E kemi një rast kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë me sahabët i ulur dhe i ka pas rrobat pak më të tërhequra. I ka pas afër gjunjëve të tërhequra dhe ka hi Ebu Bekri. Pastaj ka hi Omeri dhe nuk ka lëviz. Kur ka hi pak para se me hi Uthmani, është ndreq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka rregulluar rrobat e tij. I ka rregulluar dhe i ka shur rrobat e tij. Dhe kanë pyet pse? Kanë thonë se Uthmani është i turpshëm edhe me lajket turprohen prej tij. Edhe me lajket turprohen prej tij. Prandaj duhet të jemi sa më të kujdesshëm me këtë virtyt të lartë, me këtë adhurim të zemrës, se burimi i saj është në zemër. Turpi është ajo kurora zbukuruese e moraleve të larta, të cilat Allah i lartësuar i don. Pastaj, çfarë e humb turpin është shoqëria e keqe. Shoqëria e keqe është musibeti i kësaj kohe. Me pas shokë që shajnë, ofendojnë, komentojnë në rrjetet sociale me fjalë të pista, ato ta humbin marrën, ta humbin turpin. Besimtari nuk ndodh me fol fjalë të ndyta. Edhe kur është duke luajtur sport, edhe kur është nervoz, e ruan gjuhën e tij, nuk ofendon, nuk i ofendon prindrit e dikujt tjetër. Ka se e din se me ofendimin e dikujt tjetër ofendohen prindrit e tij. Ktu është xheloz, prandaj edhe nuk ofendon. Apo shën që është lidhen xhelozia dhe turpi, i vjen marrë me fol diçka. I vjen marrë me thonë në fjalë të keqe, ku e din se Allahu i lartësuar i dëgjon ato prej tij. Është i kujdesshëm. Nga se e din se të gjitha ato i shënohen atine. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, turpi është i tërë mirësi. Turpi sjell vetëm mirësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke përshkruar Musa'in alaihi salam, thot Musa ka qenë shumë i turpshëm. Nga turpi ruhej që të mos i zbulohej asgjë prej trupit të tij, asnjë pjesë prej trupit të tij. Çka përfitojmë na me qenë të turpshëm? Së pari, kur je i turpshëm, ruhesh prej gjunaheve, qofshin ato të mëdha, qofshin ato të vogla. Je i vëmendshëm. Vjen marrë, turprohesh prej Allahut të lartësuar. Vjen marrë, turprohesh prej krijesave me të pa, duke u sjell vrazhd, duke u sjell me jo sipas mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vjen marrë pastaj prej vetvetes, nga se e din se Allahu i lartësuar ka mbikëqyr. Me lojket janë duke shënu dhe nuk je i kënaqur që mi lëshu vetveten në çështje të ulta. Pastaj çfarë përfiton? I përfiton premtimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë turpi është i tërë mirësi. Pastaj e fiton dashurinë e Allahut, nga se Allahu i lartësuar i dën të turpshmit. Elusim Allahun e madhruar na e zbukuroj këtë moral në zemrat tona dhe të na ruaj neve nga gjërat që na e marrin dhe na e zhbëjnë turpin nga zemrat tona, po elusim Allahun të na zbukuroj moralin dhe virtytet tona dhe të na mundsoj që të takojmë Allahun e lartësuar dhe ai të jetë i kënaqur me neve. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.